Marrëdhënia është padyshim e dëmtuar, është shumë e brishtë dhe mbetet pyetje e hapur nëse gjërat mund të stabilizohen dhe të shpëtohen. Ka pasur shenja veçanërisht në fushën e mbrojtjes, që europianët dhe amerikanët kanë gjetur një mënyrë për të gjetur pikpamje të përbashkëta, por për tregtinë, për rregullimin e mediave sociale dhe platformave digjitale, ata janë shumë larg njëri tjetrit, ka shumë tension. Mendoj se fare qartë do të jetë si në Davos. Së pari ka tensione transatlantike, ka probleme, ka sfida, ka mosmarrëveshje mbi shumë çështje të rëndësishme politike aktualisht. Kjo do dominojë. Dhe për Europën do të jetë një sfidë të gjejë një rol të ri. Së dyti natyrisht është Ukraina. Ka një luftë në zhvillim dhe çfarëdo që të fundi kësaj lufte do të jetë kyç për sigurinë europiane dhe për arkitekturën e së ardhmes. Dhe së treti ka panele më të vogla, por gjithashtu të rëndësishme mbi krizat rajonale, si dhe mbi çështje si inovacioni teknologjik, revolucioni në fushën e betejës me dronë dhe inteligjencën artificiale. Europa po lëviz drejt marrjes së një përgjegjësie më të madhe në mbrojtje. Shtetet evropiane po fillojnë të shpenzojnë shumë më tepër, po fillojnë të blejnë ose zhvillojnë kapacitete që më parë duhet t'i mbështeteshin amerikanëve. Pra ka një përpjekje graduale në këtë drejtim, por sidomos për sigurinë, ata ende varen shumë nga amerikanët për shumë teknologji dhe shumë forcë ushtarake, që do të ishte nevojshme për mbrojtjen e Europës, dhe sigurisht ata janë plotësisht të varur nga ombrella bërthamore amerikane, përveç Francës dhe Britanisë së Madhe, të cilat kanë armët e tyre bërthamore. Mendoj se sfida me të cilën përballen këta vendimarrës në këtë moment është fakti se kërcënimi dhe përdorimi i forcës është bërë përsëri një instrument, një mjet politik. Kjo është një sfidë, sepse jetonim në një epokë ku gjithmonë kemi pasur premisën për të zgjidhur konflikte paqësisht. Pra, ky është një ndryshim dhe mendoj se është diçka që veçanërisht europianët e kanë vështirë ta pranojnë. Së dyti, unë do të thoja gjithashtu që fundi i globalizmit është një tjetër sfidë, veçanërisht për tregun e bashkët evropian dhe për vendet eksportuese si Gjermania, sepse në fundit, kur nuk bëhet më vetëm fjalë për tregje të çmime, por për politikë dhe ndoshta edhe presion. Kjo është një sfidë do të thotë një ndryshim. Ky nuk është vetëm një ndryshim që vendimarrësit, administratë dhe qeveri duhet ta përballojnë, por edhe kompanitë duhet përshtaten. Kështu që është një ndryshim shumë i gjerë për shoqëritë tona. Mendoj se shumë njerëz do të jenë duke parë nëse marrëdhënia midis Europës dhe Shteteve të Bashkuara mund të shpëtohet dhe nëse po, sa mund të shpëtohet. Fjalimi i J.D. Vance vitin e kaluar ishte një goditje e madhe. Dhe mendoj se europianët shpresojnë që do të kenë një mesazh më të butë dhe më të pajtueshëm nga Marco Rubio, dhe ndoshta ata mund të stabilizojnë gjërat dhe të ecin përpara në një mënyrë më pak të luhatshme, por ata nuk e dinë me siguri. Askush nuk e di se çfarë do të thotë Marco Rubio, askush nuk e di se çfarë surprizash të tjera mund të dalin gjatë konferencës.